U futa te pjesa e filmit dhe unë jam shumë i sinqert, nuk kam turp për të kaluarën, ndoshta mund të jetë frymëzim për brezat e tjerë. Unë u shkëputa në fakt në shkolla që doja të vazhdoja. E fitova si gjë, nuk kisha mundësi. Të jemi sinqert fare, nuk kisha mundësi ekonomike për ta bërë. Ndodhi edhe sot e kësaj dite. S'kisha çfarë bëja, u përballa me realitet ku dhe familja më tha që dëshira jon shumë e madhe ta ndjekim këtë gjë tënde, por nuk kemi mundësi. Domethënë arriti një gjë që foli familja shumë e hapur me mua. Nuk mundemi, ne thjesht duam të krijojmë si të mbijetojmë, se ishte edhe koha si. Është ideja që ata donin që ti të shkojnë, fillojë të punoje. Po sepse jo se donin ata, po dhe ti vetë ta kuptoje. Patjetër. Si çdo familje shqiptare, shumica e familjeve shqiptare kështu ishte. Domethënë, po dëgjosh histori ka dhe më të dramë se kjo, por gjën që doja unë është drama. Unë do të merresha me diçka artistike, me një gjë që kështu dhe po të merr realiteti nuk përputhesh me gjën fare. Edhe pse vazhdoja këtë gjën, kisha një siguri të vetja, thosha doja dal, edhe vazhdoja dhe punoja. Domethënë njëkohësisht. Domethënë me këtë gjë, nuk e kisha për turp, ishin ca njerëz që thoshin po ç'a i duket vetë, ja, domethënë dëgjoje muhabete banale, ama sa në këmbë është ai ç'a aktori është, domethënë muhabete lagje, po them. Po ty që të vrasin, realisht të vrasin se ti bën një kalim, edhe pse domethënë e di si është vëlla, kam zbuluar nga gjithë kjo gjë që ndihemi ne inferiore që bëjmë diçka, se ca njerëz që rin kafe, e kupton? Shumë e drejtë. Ti futesh në një kafe, shefa i ty sikur ti je. Te kemi rakun se çfarë do thotë ai që rin kafe që dihet që është parazit. Domethënë, kjo është për realiteti. Ti zhvure këti tash që rregullove kapele. Është tmerri vërtet.